Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV për të ndarë dhe për të komentuar rreth ngjarjeve më të fundit. Lajmi që unë dua të ndaloj tani është një lajm që në fakt ka ngritur një kurreshtje të jashtëzakonshme tek publiku shqiptar, një lajm që po përflitet sot, një zënkë mes Edi Kuçit edhe Jozefin Markut, që në kohën kur Jozi pati një përplasje dhe pati përleshje në fakt me Gjestin, ndodhi lufta e madhe mes Jozit edhe mes Edit. Në fakt Edi doli dhe publikisht duke e kërcënuar Jozin, video që në fakt tashmë janë rikthyer në rrjetet sociale, por doja që ta sqaroj për publikun dhe më gjërë këto video që po qarkullojnë në rrjetet sociale që kanë të bëjnë domethënë me emrin e Jozit edhe të Edit, sikurse Edi është duke e kërcënuar tani, nuk është video e ditëve të sotme, por domethënë është video e ngjarjeve që kanë kaluar më herët në marrëdhënien të kësaj dysheje. Është përfolur që Jozefin Marku, domethënë kështu përflitet, e ka goditur Ed Kuçin dhe ka rrahur Ed Kuçin në Zvicër. Unë në fakt më njëherë kam filluar që të investigoj rastin, domethënë të arrit të kuptoj ndonjë të vërtetë se çfarë po ndodh me këtë dyshe, çfarë po ndodh me marrëdhënien, por akoma nuk kemi siguruar asnjë lajm që domethënë ka patur një përplasje edhe një përleshje mes Jozit edhe mes Edit. Unë uroj që të mos të jetë e vërtet, sepse në asnjë mënyrë nuk dua që zënkat, inatet, mlefet, çuna domethënë të shprehin në këtë formë sa që të dalin deri në zënka personale mes njëri tjetrit. Eduard Kuçi, ish-banori i Big Brotherit, aktualisht ndodhet në Shqipëri edhe në Kosovë, domethënë nuk ndodhet në Zvicër, por edhe Jozi nuk është se ka bërë ndonjë lëvizje dhe nuk është se ka postuar diçka në Instagramin e tij. Çfarë mund ta ketë çuar gjën deri tek zënka, çfarë mund ta ketë çuar gjën deri tek inati, çfarë mund ta ketë çuar gjën deri tek mlefi, këtë në fakt ne nuk e dim, por domethënë kemi arritur të kuptojmë që diçka ka ndodhur. Presim që Eduardi dhe Jozi ta konfirmojnë këtë lajmin, por nga vetë fakti që Ed Kuçi ka hedhur një story që nga nata e mbrëmshme që është në Shqipëri, domethënë e ka konfirmuar lajmin deri diku që nuk është si lajmi i vërtet dhe nuk ekziston një fakt që Jozi ka goditur Edin. Mund të ketë patur ndonjë kacafytje në rrjetet sociale apo ndonjë kërcënim, por nuk ekziston qoftë edhe një video ku të dy çunat kanë përleshje me njëri tjetrin. Unë në fakt nuk më pëlqen raportet i shoh në këtë gjendje dhe shpresoj që të mos të kemi lajme të tilla që vërtet na shqetësojnë, por edhe të shqetësojnë komplet publikun. Sot audienca ka qenë tepër e shqetësuar.